إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdrojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, dërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikurën e fe. Ka se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi çon në humbje, e çdo humbje çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, pavarësisht në vendin tonë apo diku ku nuk na njohin. Të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po dhe të cilëmi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Ku janë mendjemdhënjt? Këtë pyetje Allahu Azza wa Jall do t'ja u bën njerëzve nesër në ditën e gjykimit, se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu i palon qiejt me dorë djathtë dhe ju thot se unë jam mbreti, ku janë ata tiranët, ku janë ata mendjemdhënjet, dhe e palon tokën me dorë me shmajt dhe i thot prap, unë jam mbreti, ku janë ata tiranët, ku janë ata mendjemdhënjet, ata të cilët pretendonin se kanë arritur grada të larta në këtë dynja, se kanë arritur majlet e maleve, e të kodrave, dhe se po e çojnë tokën duke ecur mbi të. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar në hadith tjetër se ku do të jenë mendjemdhënjt nesër ditën e gjykimit. Nga sa na ka treguar se realisht ata do të rinjallen nesër ditën e gjykimit si grimca të pluhurit. Edhe pse janë fund njerëzve, duke i shkelur gjithë tjerët dhe duke i kapluar poshtrimin nga gjitha anët, nga se kjo shpërbimit të cilët e kanë merituar, për shkak se janë mburur me diçka që nuk e kanë. E kjo mburrja dhe kjo mendjemallësia, vëllezër të nderuar, është trashëgimi, është smundje që njeriu e ka trashëguar prej shejtanit të mallkuar. Se Allahu Azza wa Jall na ka informuar se kur Allahu Azza wa Jall e ka krijuar njeriu në para Ademin, i kishte informuar me laqet, e me laqet ishte edhe Iblisi, edhe pse nuk ishte me laqe,
Mirë po kishte gradë dhe ishte i privilegjuar për kresave tjera. Ju tregon se do të krijojë njeriu nga dheu, që pasi që të krijojë dhe të jap shpirtin, ti bëni atij sejdë. E bënën gjitha me laqet sejdë, përveç iblisit, aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Refuzoi, shfaqi arrogancë dhe u bë prej pabesimtarëve. Shiko, çfarë fillimi e çfarë mbarimi. I përzgjedhur i Allahu Azza wa Jall me melaçe, e në fund prej pabesimtarëve, i përjashtuar prej rahmetit të Allahut Azza wa Jall dhe mallkimi i Allahut qof mbi të nderin ditën e gjykimit. Nga se kështu të fillojnë gjërat, vëllezër të nderuar, duke menduar se njeriu vetë është i plot, i përsosur, s'është i veçantë, është special, e tjerët kanë të meta, qoftë të kuptuarit e tyre, qoftë kanë mangësinë pasurinë dhe aktivitetet e tyre, qoftë të dopt në fizikun e tyre edhe kështu me radhë, vetën e shet përsosur, e tjerët i shet mënd edhe automatikisht i nënçmon dhe i përbuz tjerët. Apo në anën tjetër, mendon se ato mirësi që i ka prej mendjes së tij, prej punës së tij, prej angazhimit të tij, sikur nuk shes se prej asaj që ka në këtë dunjë nuk ka asgjë tjetër vetëm se dhurat prej asaj që Allahu Azza ka dashur me i dhon. E nëse njeriu i shikon gjërat kështu që vetë i përsosur, edhe prej vetes vetë i ka, atëherë mos prit diçka prej tina, vetëm se të jetë mendje madh, arrogant, nga se kjo bindja arrogancës fillon prej zemrës. Kështu të shfillojnë këto mendime të këqija, e masandej reflektojnë në vepra, qoftë në folur, qoftë në tecur, qoftë në veshje, apo në forma ndryshme, duke i përbuzur njerëzit, duke i nënçmuar ata, mirë po duke refuzuar të vërtetën, nga se kështu na e ka definuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka folur për mendimallësinë, ka thonë se është me refuzu të vërtetën edhe me i nënçmu njerëzit. Këto janë dy alametet, dy shenjat më të qarta që e kuptojmë për një njeriu se është mendje madh, është arrogant, është kryneq, mirë pa nuk përfundon në tërë çështja këto vëllezër të nderuar, nga se kjo është vetëm një formë arrogancës. Ajo është karshi krijesave dhe karshi njerëzve të tjerë, mirë po ka edhe arrogancë edhe më të madhe, kur njeriu nuk i përfill urdhat e Allahut Azza wa Jall edhe fillon të tregon, domethënë arrogancë ndaj Allahut, ndaj pejgamberëve, ndaj argumenteve që Allahu Azza wa Jall na i ka dërguar. Vetëm shiko se si ka filluar iblisi me polemizu dhe me shfaq arrogancën e tina. Kur e ka krijuar Allahu Azza wa Jall Ademin, ka thonë ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unë jam më i mirë se njeri, pse më bëse sejdë atina? Mund ke kriju prej zjarrit, ta ke krijuar prej dheut. Zjarri është më i mirë në logjikën e tina se dheu. Apo shiko trashëgimtarin e tjetër të iblisit, Firauni, kur polemizonte dhe thjesht shfaqte arrogancë dhe mendjemallësi ndaj thirrjes së Allahut Azza wa Jall dhe Musës, thoshte, a jam më i mirë unë? A ky Musa i cili është i ult, edhe që as mu artikulu mu shpres po din. Apo të regon Allahu Azza wa Jall në jetë kuranor tjetër, kur folë se i ka quar Musën dhe Harunin, thët, a me i pasu këta dy persona, kur populli i tyre është sklavë të na? Apo kur folë pejgamberin për pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a din që a theshin mushrikët e Kurejsh, theshin, as ka gjithë Zotin njëri tjetër, vetëm se këtë person me e dërgu mesin tonë, as ka pas njëri më të pashëm, as ka pas njëri më të pasur, as ka pas njëri më autoritativ, me zjedh vetëm se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu të kur njeriu do me polemizu dhe me shfaqë arrogancë, po jo vetëm ndaj pejgamberëve vëllezër të nderuar, mirë po edhe ndaj argumenteve që Allahu Azza wa Jall ja u dërgon njerëzimit. Allahu Azza wa Jall tregon se ka lejuar tregtinë, e ka ndaluar kamatën, edhe thonë jo, nuk ka mundësi me ekzistu një sistem ekonomik edhe një zhvillim vetëm se me kamat. I themi, Allahu ka thonë kështut, pavarësisht se ty ndoshta s'të bindet
edhe s'mushet mendja, mos polemizo dhe mos u trega arrogant, se gjithë ne, edhe ti dhe ne e dim, sa e shkatrimi i shoqërisë, pavarësisht se ka mundësi dikush me pretendu, se thjesht përparimish do më thonë ekonomik ka ndodhur me këtë, po gjithë e dim se është një fluske madhe, që nga jashtë doket e madhe mirë, po një ditë do të shpërthej, ashtu si që ndodhi në 2008 kër ishte ajo kriza globale ekonomike. Mirë po përderi sa ka mundësi me ba lufta edhe me plaçkit vendet e varfra, me jatë marë begatit e tyre, ndashta këtë nuk e vrem, mirë po të bënu të bindun se në që Allahu Azhele ka ndaluar, mos polemiza, mos u droga arrogant, mos u mundem me gjetë argumente, e mora si shambull vetëm çështjen e kamatës, po njëjtën e gjenë dhe njeriut kur t'i fletë për mishën në derrit, njëjtën e gjenë dhe për alkoholin, edhe mëse gjithë në vetën tonë e dim se kjo çështje është e ndaluar dhe është e keqe, mirë po për mos t'i humbur privilegjet që i kemi këtë botë, dikush përfitimet materiale, dikush autoritetin, dikush pasimet që ja bajnë tjerët, faktikisht shfaqen krenatësi dhe arrogancë ndaj Allahut Azza wa Jall. Thjesht nuk dojnë me ju nështru Allahut Azza wa Jall, nuk dojnë me i për ullë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, besa ndonjëherë shkon mendja se faktikisht edhe nuk dojnë me i përmbajnë fjalës la ilaha illa Allah, nga se kështu në ka informuar Allahu Azza wa Jall. Wa kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Kur ju thohen u thuaj atyre, thunë fjalën la ilaha illa Allah, u shfaqen arrogant dhe mendje mëdhenj, përkundrazi besimtarit i cili realisht nuk e sheh veten e tina, nuk e sheh fuqinë e tina, nuk e sheh mendjen e tina, si çdo gjë, mirë po i sheh mirësi nga Allahu Azza wa Jall, të cilat Allahu e ka nderuar me to dhe i shfrytëzon për të mirën e tij, shoqërisë dhe vendet e tina. Innama kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Fjala besimtarëve kur thirren për të Allahu Azza wa Jall, me gjykuar me ligjin dhe udhëzimin e tij, është vetëm me thonë sami'na wa ata'na, kemi dëgjuar dhe nështrohem me Allah dhe nuk kemi zgjedhje tjetër. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, në hutbën e kaluar kemi folur në lidhje me se Allahu Azza wa Jall është i plot, wal hayyul qayyum, ai është i gjalli me jetë plot, i cili qëndron vetvetiu dhe çdo gjë e mban ai. Dhe atij i takon çdo përsosshmëri, çdo lavdi dhe çdo madhri. Wa lahu al-kibriya'u fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizu al-hakim. Dhe atij i takon madhria në qiell dhe tokë. Dhe ai është i gjithë i plot fuqishmi dhe i urtë. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin qudsi, se madhria dhe lavdia janë çështje më personale të Allahut Azza wa Jall. Dhe ai i cili e sfidon Allahun Azza wa Jall në njërin prej këtyre dyjave, Allahu Azza wa Jall do të hedhë në zjarr të xhenamit. Pra thjesht, ne si besimtar besojmë se Allahu Azza wa Jall është i plot, është i përsosur në qenën e tina, me emrat e tij, cilësitë e tij, veprimet e tij. Dhe thjesht çdo kush tjetër përveç tina ka nevojë për të, nga se është i varfër dhe i dopt, domethënë karshi Allahut Azza wa Jall. Dhe nëse njeriu t'i shkon mendja për me pas mendjen madhësi, vetëm t'i kujton 3 gjëra. E para se me shku në nesër ditën e gjykimit dhe me pa realitetin që çush kanë më ringjallë mendje mëdhenjt. Se tham do të ringjallin si insekte të vogla, të në përkëmbur dhe duke kapluar poshtrimin nga çdo ënd. Ajo do të jetë nesër ditën e gjykimit. Mirë, po në fillimisht në këtë botë, ne jemi këtë botë e cila është tokë,
E sa planete e trupat qiellor janë në këtë gjellësi e qejtë dhe toka. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar pra se 15 shekuj dhe ka thonë se qejtë dhe toka nuk janë vetëm se një halk e hudhur një shkëtim të madhe. Çaq është madhështia e kësaj që e shohim na, që e dimë që nuk e dim, domethënë në krahasim me krijesat e tjera. E kështu është dallimi mes qejve dhe tokës dhe kursisë e arshit të Allahut azza wa jall. E arshi i Allahut azza wa jall është, domethënë Allahu është edhe qëndron përmbi arsh. Përmendoni se sa krijesa të vogla ne jemi në këtë gjellësi, në këtë kosmos, dhe sa kemi mundësi me pas ne ndikim edhe në jetën tonë praktike. Ne shohim se ndonjëherë vjen një vërshim, vjen një tërmet, vjen disa domethënë fatkeqësinë torore, edhe sa të pafuqishëm jemi na karshi këtyre dukurive. E thjesht tash ne jemi vetëm një pjesë e vogël e tokës, e krahaso tokën me krijesa të tjera, atë si guxon dhe ku e merr njeriu atë vullnetat guxim me kon mendje madh ndaj Allahut azza wa jall, apo edhe krijesa në përgjithësi. Kjo e para. E dyta, vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall ka informuar hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Asi ka ardhur njeriu një kohë kur nuk ka qenë as diçka që është përmendur fare, që s'ka qenë as në hesape, as në llogari, as njerëzve, as të babes, ndoshta as babgjyshit, nga se realisht para 40-50 vete, 50-60 vjetë, ne nuk kemi qenë hiç as në deftere dikun që ekzistojnë. Allahu azza wa jalla që na ka krijuar, na ka thënë këtë botë. Edhe e dim fillimin e krijimit tonë se çfarë krijimi kemi pas. Edhe dim se çka dhe si kemi nevojë këtë botë. Edhe se dim se si është përfundimi jon. Thjesht jemi krijuar për një ujë të neveritshëm, edhe nëse do të na hajnë domethënë krimbat nesër në varret tona, atëherë thjesht ku mbetet pushteti jon, ku mbetet pasuria jon, ku mbetet dituria jon, që me të ne mburrim edhe shfaqim arrogancë dhe kryinlartësi në këtë botë. S'kan qenë, dhe të përfundojnë do të jenë, atëherë si do të kemi mendimasi në këtë botë, para njerëzve dhe para Allahut azza wa jall. Mirë po dhe tjetra dhe ke fundit vëllezër të nderuar, që me përkujtuar çdo njeri dhe çdo besimtar, se sa përfundim të keq kanë me pas ata që të shfaqen në arrogancë, nga se Allahu azza wa jall ka thonë innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata të cilët shfaqen arrogant dhe mendje mëdhenj karshi i adhurimit tim, kanë me hy nesër ditën e gjykimit të nënçmuar dhe të poshtruar. Edhe ka në hadith tjetër vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk ku me hi në xhenet askush prej atyre që të kanë në zemrat e tyre sa një thërmi prej mendjemallësie. Nuk do të thotë se nuk do të hin nëse njeriu e ka një thërmi, mirë po do të pastrohet, qoftë duke u falur, qoftë me shefat, qoftë duke u dënuar, mirë po nuk i me hije nesër ditën e gjykimit as ti as në xhenet pa u pastruar mirë pe kësaj mendjemallësie. E lutim Allahun azza wa jall që në këtë dunja, përderisa kemi mundësi me përmirësu, që të trajtojmë këtë smundje të zemrës dhe të shpirtit, që mos t'i japim vetes drejt që t'jem mendje mëdhenj. As karshi urdhave të Allahut azza wa jall, urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po as mos të refuzojmë të vërtetën, as mos i nënçmojmë njerëzit, nga se përfundim i keq është për ata që t'jen mendje mëdhenj. Lutim Allahun azza wa jall që të na furnizojë me mendje me modesti, me thjeshtësi, të afërsi me njerëzit dhe thjesht të jem afër njëri tjetrit. Lutim Allahun azza wa jall që të na përmirëson neve, përmirëson gjendjen tonë, familjeve tona, shoqërisë tonë. Lutim Allahun azza wa jall që të na fal neve, të fal prindërit tonë dhe të fal këtë musliman në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.